Dy bashkëpunëtorët e drejtësisë, Nuredin Dumani dhe Erion Alibej, po ballafaqohen sot në gjykatën e posaçme për vrasjen e Bujar Çelës në Bradashesh, vëllait të Talo Çelës. Para trupës gjykuese të dy bashkëpunëtorët kanë deklaruar se u qëndrojnë dëshmive që kanë dhënë më herët për këtë ngjarje. Kujtojmë që kjo përballje vjen pasi në janar të këtij viti Nuredin Dumani rrëfeu në gjykatën e posaçme se në vrasjen e Bujar Çelës mori pjesë me Besmir Xhixhën dhe Enver Divën. Dumani dëshmoi se diçka nuk shkoi me armën e tij dhe nuk qelloi, ndonse kishte në fakt dy armë. Kisha dy armë, njërin e kisha për ta në vrasjen e Bujar Çelës, tjetrën e mbaja si zakonisht për vetmbrojtje dhe nuk e përdorja në ngjarje. Tentova ta qelloj Bujarin, por arma nuk më shkrepi. I thash Xhixhës të qellonte se nuk po më shkrepte. Nuk e përdora armën e dytë sepse nuk doja ta bëja pistë, tha Dumani. Ndërkohë nga ana tjetër Alibej ka deklaruar përpara gjykatës së posaçme se vrasjen e Çelës e planifikoi me Nuredin Dumanin. Bujar Çela u vra më 17 shtator të vitit 2020, ndërsa i penduari tregon se shkak ishte për vrasja e mikut të tij, Klevis Kaplani, për të cilën dyshohej se ishte kryer nga Talo Çela dhe vëllezërit Manhasa. Dumani është shprehur se ai bashkë me Enver Divën dhe Besmir Xhixhën, pasi kishin marrë informacion nga Elio Bitri, ishin nisur drejt shtëpisë së Bujar Çelës, por nuk kanë mundur ta kryejnë aty ekzekutimin pasi u pikasën nga një person që nuk e njihte dhe u larguan. Por nga informacionet që kishte e dinte se Bujari e pinte kafe në një lokal ku ndalonin autobusët që niseshin për Greqi, dhe sapo e ka parë drejt tij është nisur Enver Diva, i cili ka qelluar mbi Bujarin, por ai është ende gjallë. Në këtë moment afrohet Dumani, i cili nxjerr pistoletën të cilën ja kishte bërë vetë dhurat Talo Çela, por ajo nuk i ka shkrepur, prandaj ai ka kërkuar që Besmir Xhixha të zbriste nga makina dhe të qellonte mbi Bujarin me një pistolet. Pas vrasjes ata janë larguar në drejtim të Fushkrujës, ku kanë ndjegur makinën që kishin përdorur për të kryer vrasjen, ndërsa armët i kishin hedhur në një kanal në Plepa në zonën e Durrësit. Në seancën e sotme Alibej theksoi se Nuredin Dumani ka qenë organizatori i gjithçkaje. Unë i kam ofruar gjithçka që ai kërkonte. Kujtojmë se si Nuredin Dumani ashtu edhe Erion Alibej janë të penduar të drejtësisë.